Me rritjen e temperaturave dhe ardhjen e stinës së pranverës, është shtuar edhe fluksi i lëvizjeve në pikat e kalimit kufitar në Muriçan dhe në Hanin e Hotit. Nga të dhënat e bëra publike nga Drejtoria Vendore e Policisë Shkodër, na bëhet me dije se gjatë ditëve të para të muajit prill janë gjeneruar të dhënat e rreth 60.000 shtetasve, të cilët kanë hyrë dhe dalë përmes këtyre dy pikave kufitare, ndër të cilët rreth 28.000 kanë hyrë në vendin tonë dhe rreth 30.000 shtetas të tjerë kanë dalë nga territori shqiptar. Fluksi i lëvizjeve në këto dy pikat kalimit kufitar rritet dita ditës, pasi me rritjen e temperaturave shtohet edhe interesi i turistëve të huaj për të vizituar jo vetëm Shkodrën, por edhe zona të tjera të qarkut, të cilat kanë interes për ta. Këta dy pika kufitare, Muriçani dhe Hani i Hotit, janë portat më të rëndësishme të pritjes së turistëve për qarkun Shkodër. Sipas të dhënave të siguruara nga Drejtoria Vendore e Policisë Shkodër, bëhet me dije se nga dita e hënë deri të premten janë regjistruar të dhënat e rreth 60.000 shtetasve. Nga këta, rreth 28.000 janë shtetas të cilët janë regjistruar në hyrje dhe rreth 30.000 në dalje të territorit shqiptar. Ndërkohë, fundjava ka shtuar fluksin, pasi të shumt kanë qenë edhe familje që kanë udhëtuar drejt Ulçinit për shijuar motin e favorshëm. Ndërkohë, në pikën e kalimit kufitar në Muriçan, që regjistron edhe fluksin më të madh të lëvizjeve, po punohet me të gjitha kapacitetet për të evituar krijimin e radhëve gjatë këtyre dy ditëve të pushimit.